O Jul, pse nuk e komenton momentin kur Selin i gjuan Rogertit te krevati, domethënë, apo nuk të intereson? Na jep një mendim se i vlerësoj mendimet e tua. Atëherë si fillim faleminderit shumë që i vlerëson mendimet e mia dhe okay, për gjithë ata që ndoshta edhe nuk e kanë parë këtë moment, kam përshtypjen që bëhet fjalë për këtë situatë. Bëj punët e tua pra. Rrugallç, more vesh. Kujdes mikrofonin. Atë besoj se bëhet fjalë për këtë skenë dhe komentuesi apo komentuesja e ka fjalën pikërisht për këtë skenën e krevatit ku Selin godet me çka ka në dorë Rogertin. Tani meqense e vlerëson mendimin tim, unë po ta jap sinqert se si e mendojnë këtë situatë. Rogerti është Rogerti. Rogerti ka që kur ka hyrë dhe vazhdon me të njëjtën formë loje. Tashmë banorët ja kanë marrë dorën kësaj strategjisë, po themi të thojë të Rogertit, që për shumë njerëz është e gabuar, edhe për mua ndoshta është e gabuar, por të paktën Rogerti nuk shkon në prekje fizike dhe kjo deri tash është e qartë. Ndërkohë nga ana tjetër Selin ka 2 ditë, ka që dje dhe sot, që është bërë agresive, sidomos edhe fizikisht. Dhe unë mendoj që e gjithë kjo, domethënë gjithën këtë nuk e ka me Rogertin. E ka për faktin se u zgjodh i preferuar i publikut Mateo, sepse Selin e konsideron këtë pjesën këtej të divanit si pjesë të grupit saj. Pavarësisht se ajo nuk e pranon kështu haptazi, por e pretendon brenda vetes vet që të jetë lider atij grupi dhe mendonte që dje do dilte e preferuar. Pra ajo ka kuptuar me nominimin e djeshëm që e gjithë loja e saj, e gjithë kjo strategjia e saj, duke ikur nga Miri, duke shkuar te Gimbo, duke u përveshur Rogerti, duke përveshur gjithë dhe duke thënë që e kam gjithë shtëpinë kundër, ka menduar që do ta nxjerr fituese, por në fakt doli krejt një gjë tjetër. Publiku mendoi se ishte Mateo i preferuari dhe kjo e ka mërzitur shumë Selinën. Selina nga ana e saj nuk ka njëri tjetër më të përshtatshëm për t'ia shfryrë nervat se sa Rogerti, sepse Rogertin me e konsiderojnë si të keqin e shtëpisë këta dhe e kanë si target kur janë me nerva. Prandaj mendoj që nervi i Selin nuk është tamam me Rogertin, por është me faktin që s'doli e preferuar, me publikun, me lojën e saj që si ka shkuar ashtu siç duhet dhe e shpreh në këtë mënyrë. Unë mendoj se kjo është arsyeja pse Selin është bërë pak agresive, qoftë edhe fizikisht, ka filluar të preki me dorë, të gjujë me çka ka në dorë e kështu me radhë. Pra pa hequr, pa i dhënë të drejtë Rogertit atë që thotë, s'ka lidhje fare, por po them veprimi i kësaj është i dënueshëm, sepse bëhet fjalë për një veprim që dënohet edhe me rregullat e vllajt madh. Pra është një veprim që normalisht është i dënueshëm edhe me zarfzi apo ku do të çfarë. Megjithatë, ky është mendimi im, pra që ta përmbledh Selin dhe Rogerti. Agresioni që ka Selin ndaj Rogertit nuk është 100% për fajt Rogertit, por është për faktin se ajo s'doli e preferuar. Pra është një inat i brendshëm dhe është normale se është lojtare që diku ka për ta shfryrë dhe ky është Rogerti. Ciao.